سائم الهوى رأيت المجد يشرق في دجانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah të qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Prej cilësive prej të cilave duhet të ketë kujdes besimtari është me i pëlqye vetvetja. Pëlqimi i vetvetes, por edhe pëlqimi i çështjeve të tjera ose gjanave tjera ose njerëzve të tjerë në bazë të nefsit vet, në bazë të asaj që ka vlerësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se njeriu me pëlqimet e tij nuk është i sakt. Kur pëlqen të vetja e vet diçka ose kur pëlqen të tjerët, mundet mos më koni sakt. Të vetja mundet me i pëlqye vetëm nëse është në përputhje me atë që ka thënë Allahu dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe të tjerët, qofshin njerëz ato ose çështje të tjera, duhet me i pëlqye vetëm nëse si të tilla i ka lavdëruar Allahu subhanahu wa taala ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse njeriu me logjikën e tij nuk është i aftë me përsaktue gjonat e mira dhe gjonat e këqija. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum." Ndodh që ju nuk i doni disa çështje ato janë të mira. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ndodh që i doni disa çështje tjera ato janë të këqija. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din çka është e mirë për juve, e ju nuk e dini. Allahu subhanahu wa taala e din çka është e keqe për juve, kurse ju nuk e dini. Pëlqimet e besimtarit qoftë për veten e tyre, ose për cilësitë e tyre, ose për cilësitë e të tjerëve, ose për çështje të tjera të dunjas dhe të ahiretit, duhet më konë në përputhje me atë që ka thonë Allahu dhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se nëse është ndryshe, i bën robit zarar, i bën robit dëm. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa la amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum." Nëse është fjala për martesë, thot Allahu subhanahu wa taala, një robresh besimtare khayrun min mushrike, është më mirë se sa një mushrike, walau a'jabatkum, edhe nëse juve ju pëlqen. Do thonë pëlqimi juve është gabim. Ajo që Allahu subhanahu wa taala ju udhëzon, edhe ju drejton me pëlqye, ajo është e mirë. Ajo që Allahu subhanahu wa taala ju ka udhëzuar me pëlqye në këtë rast te martesa mu'mine, besimtare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith ka thonë, gruaja martohet për 4 cilësi, për 4 gjona, prej tyre ma e mira fadhfar bi dhati din, zgjidh atë që ka fe. O la amatu mu'minatun khayrun min mushrike, besimtarja qoftë të jetë robresh, pa ndonjë pasuni, pa ndonjë bukuri, pa ndonjë post, pa ndonjë gjë që juve ka mundësi me ju pëlqy, khayrun min mushrike, është më e mirë. Sa ajo që është mushrike edhe nëse i ka të gjitha gjanat e bukura të dunjos. Edhe o law a'jabatkum, edhe nëse ju mahnit, edhe nëse ajo juve ju pëlqen, por pëlqimi juve nuk është i sakt. Sa u përket veprave, drejtimeve, fjalëve, grupeve dhe të tjera, të gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ndalon me i pëlqye, përveç asaj që Allahu subhanahu wa taala udhëzon për me pëlqye. Thot Allahu: "Kul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu
walau a'jabaka kathratul khabith. Thuaj o Muhammed muslimanëve, nuk janë të njëjta e keqja me të mirën. Walau a'jabaka kathratul khabith, edhe nëse ty të mahnit sa shumë u përhap kjo e keqe. Nga se e keqja ndodh, qaq shumë përhapet tek njerëzit, dhe që bëhet sikur më konë e mirë. E keqja ndodh, qaq shumë përhapet të njerëzit, sa që të njerëzit llogaritet sikur më konë vepër shumë e mirë. Edhe e kundërta, shpesh ndodh të njerëzit e mira më paraqit sikur e keqe. E mira, cilë Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka llogarit mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith e ka llogarit mirë, dhe ju këto e dini plot herë që ju ka ndodhur, dhe ju ndodh të njerëzit u përhap sikur më konë gjuna i madh me çit për kret. Ajo që është e keqe, Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka llogarit keqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith e ka llogarit keqe, u përhap mes në muslimanëve. Sikur më konë e mirë, mos flasmi mes në njerëzve. Edhe Allah subhanahu wa taala të rregjë vërejtën, mos ju mahnit me ju pëlqye juve e keqja për shkak se u përhap shumë, po krejt njerëzit pe bojnë. Kur gjës dhe më thonë hiç. Po dhe filoni pe bojnë vepër tillë, kur gjës dhe më thonë hiç. Veç do të më po, a ka llogarit Allah subhanahu wa taala të mirë apo nuk e ka llogarit Allah subhanahu wa taala këtë vepër të mirë, nëse është e keqe për me urrit, nëse është e mirë për me dosht. Kjo ka ndodhur edhe shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në betejën e Hunenit. Kur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin në numër më shumë se sa pabesimtarët. Ishin me përgatitje më shumë se sa besimtarët. Dhe komentatorët e Kuranit thonë kjo ka qenë e vetmja betejë nisje për ballafaqim e sahabëve me pabesimtarët, me mushrik, në të cilën shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë në përsi edhe me numër edhe me përgatitje. Por ka ndodhur diçka e çuditshme. Në këtë betejë, në herën e parë janë thyë sahabët. Edhe kanë ik, janë shpartallu, janë largu për momentin prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka mbet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa transmetime vetëm me 17 prej sahabëve. Kurse në shifrat të transmetuara thuhet se në këtë betejë kanë qenë 10.000 shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa yawm Hunain", kujtoni pak betejën e Hunenit. "Idh a'jabatkum kathratukum", kur juve u pat pëlqyer se jeni shumë. E që sekondash më ju pëlqy. Se kërkon Allah subhanahu wa taala, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kanë pëlqyer që nëse jeni shumë, ju keni më pas çështën mirë. Përkundrazi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Allah subhanahu wa taala thot, sa grupe të vogla kanë fitu, i kanë mbizotru grupe të mëdha, sa grupe të vogla të muslimanëve kanë fitu ndaj grupeve të mëdha të jo muslimanëve. Bi'idhnillah, por kanë fitu me lejen e Allahut, jo me numrin e tyre. Se çështja është pse mos më gëzuar musliman kur janë shumë. Jo, musliman do të më gëzuar kur janë shumë. Ama nuk duhet me u mahnit, e nuk duhet me pëlqyer veten e me thonë se tash na jena dikush, ose tash na jemi të fortë. Ja, për shkak se ne nuk jemi asgjë, vetëm nëse na ndihmon Allahu subhanahu wa taala. Ne nuk kemi fuqi, vetëm nëse na ndihmon Allahu. Ne nuk kemi mundësi as me fol, vetëm nëse na e mundson Allahu. Asnjë gjë hiç. O ma tashauna illa an yasha Allah. Bile na s'kena mundësi as me dëshiruar diçka, vetëm se nëse lejon ose dëshiron Allah që ne të dëshirojmë. Në ditën e Hunenit, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam numër të madh, përgatitja e tyre shumë e madhe dhe nisjen për betejë, të menduar se janë shumë në krahasim me ato që i kanë kaluar duke qenë pak. Në transmetimet e sakta thuhet se mushrikët kanë ardhur më përpara, kanë ecë më shumë ka ushtria Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë hi më mrena territorit edhe kanë marrë pozicione të mira, saqë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë qenë të informuar se ata kanë hyrë në këtë hapësinë. Edhe duke menduar se kanë më takuar mas një kohë, edhe mas një
ecje me mushrikt, ata i kanë sulmuar për një herë. Dhe në tokën në vendin në të cilin ata nuk e kanë ditë që kanë menduar mushrikt. Dhe në sulmin e parë në befasi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shpartallu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mbet vetëm me 17 prej sahabëve. Pastaj ka thirr sahabët dhe pastaj në bashku sahabët. Dhe kjo nuk është dezertimi i sahabëve, por është shpartallim i çastit për shkak të një sulmi të befasishëm dhe rikthim pastaj i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të dërguarin e Allahut subhanahu wa taala, por këtë shpartallim Allahu subhanahu wa taala u ka bë me kuptuar se ju nuk duhet me u vetë pëlqy, nuk duhet me menua se tash keni bëni numër të madh, nuk duhet me menua se tash keni një përgatitje të mirë, se sado që të keni numër të madh dhe përgatitje të mirë, atëre i takon Allahu subhanahu wa taala me ju ndihmua muslimanëve, dhe muslimanët gjithmonë duhet me pas mbështetjen dhe kërkimin te Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, zarari edhe më i madh bëhet kur njeriu e pëlqen veten e vet. Domi shumë më i madh bëhet kur njeriu, kur besimtari e pëlqen veten e vet. Për shkak se ata të cilët e kanë pëlqyer veten e vet para neve, e kanë fituar hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Për tyre që e kanë pëlqyer veten e vet, e që Allahu subhanahu wa taala shembullin e tij e ka sjellë në Kur'an, është iblisi. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Fasajada al-malaikatu kulluhum", të gjithë melekët i kanë bërë sejdë Ademit alayhi salatu wasalam, illa iblis, përveç iblisit. Qala ya iblis, Allahu subhanahu wa taala ka thënë iblisit: "O iblis, ma mana'aka an tasjuda idh amartuk?" Për çka të pengoj mos me i bë sejdë Ademit alayhi salatu wasalam kur unë të urdhërova? Përgjigjja e parë e iblisit thotë: "Ana khairu min", unë jam më i mirë. Kjo është me i pëlqy vetes, me të pëlqy vetja. Pse nuk e bën sejdën që të ka urdhëruar Allahu? Ana khairu minhu, unë jam më i mirë se sa ai. Tash të ka bëu iblisi me Ademin alayhi salatu wasalam. Po sa njerëz e kanë bërë me argumente, sa njerëz e kanë bërë me diturim, pse pa thot filoni, unë jam më i mirë se ai. Ana khairu min, kur thush unë jam më i mirë, që të është që nis me pëlqyer veten. Thotë Allahu subhanahu wa taala: "Fala tuzakku anfusakum", mos i lavdroni vetet e juve. Mos i lavdroni vetet e juve, nuk është vetëm me thënë njerëzve unë kështu, unë kështu, unë kështu. Por edhe në mendjen tonë, nëse të pëlqen vetja, se ti je pak si më i mirë se sa tjerë, ti je më i dijshëm se sa tjerë, ti e qëllon më mirë se sa e qëllon tjerë, e kanë qëlluar tjerë, me pas bë ti çato punë që kanë bërë ata kishe bë më mirë, kjo është me lavdru veten. Fala tuzakku anfusakum, mos e lavdroni veten e juve. As mos e pëlqeni veten e juve, se kur ta pëlqeni veten, e pëlqeni më shumë se sa që jeni realisht. Pastaj kur e pëlqeni më shumë se sa që je realisht, edhe nuk e merr këshillën për atyre të cilët të këshillojnë, edhe i nënshmon ata të cilët janë ndoshta edhe më të mirë se ti, ose të paktën janë të barabartë me ty. Shkaqet pse ose çka bën që njeriu me pëlqye veten e vet, prej shkaqeve më kryesore që njeriu e pëlqen veten e vet ose çon me pëlqye veten e vet, është kur të tjerët të lavdrojnë. Dhe nështë akina i cilësi, ka dhonë Allah subhanahu wa taala në veçori, ki diçka pak më shumë se sa të tjerë, por kjo nuk dhënë ty mu lëvdua me këtë punë, edhe të tjerët që i ki për ofër, nuk janë të atil që të dojnë të miren edhe të lavdrojnë. Kur të lavdrojnë ata, edhe të lavdrojnë njënë, mirë, hajtë edhe tjetëri mirë, hajtë edhe tjetëri mirë, kur bonë, mare thotë kjo, të këshu vetën ajo mune, që kësë edhe kjo edhe vetë masanejnë asë beson, se të e lëvdua tjertë, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që me i lavdrua të tjerët në prezencën para syve. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë në transmetime të sakta në Sahihun e Imam Muslimit, një njeri e ka lavdruar Ali ibn Abi Talib në prezencën e tij, kurse sahabët tjerë në qua kanë gjujt me dhe ata që e ka lavdruar Aliun radhiyallahu anhu, dhe i kanë thonë kështu neve na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nënshmua atë që të lavdron në sy. Atë që o ti je kështu, ti je ashtu, çka do të thonë me këta njerëz? Me këta i bë zarar, me këta i bë dëm, për shkak se e qet me besua se ky
është masanena me disa cilësi që tjerët nuk i kanë, edhe veç ky edhe s'ka tjetër. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dikush e ka lëvduar dikën dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar këtë çështje, edhe e ka këshilluar ashabin që mos me e lëvdruan njërin për shkak se kushdo që të lëvdron për nërsy, ai veç se të ka bo grupën ose të ka bo zarar. Nëse dikush për muslimanëve ka cilësi të mira, lëvdrohet të muslimanë të tjerë, mos lëvdo ata. Fol mirë kur nuk është ai prezant. Na për çudi, kur është ai prezant fol mirë, edhe lëvdon bila dhe matë mesazh, si të mos jeni ai prezant, janë se bën gibet, shonë ja përmend të natë shihet. Po është muslimani nuk është kështu. Nëse ka një vëlla musliman që ka cilësi të mira, kur të rish me musliman tjerë, ka dhënë muslimanëve tjerë se ai ka këtë cilësi, kur është ai prezant. Dhe kjo është besimi, këto kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur Ebu Bekri radhiyallahu anhu është smua dhe prej asaj smundje ka vdek, e ka përmend disa prej sahabëve që ka menduar se janë të aftë edhe meritojnë me qenë khalife pas Ebu Bekri radhiyallahu anhu, prej tyre e ka përmend Omer ibn al-Khattabin. Dhe i ka pyet Ebu Bekri radhiyallahu anhu sahabët e tjerë, çka mendoni për Omer ibn al-Khattabin? Omer ibn al-Khattabi duke mos qenë prezent. Ali ibn Abi Talib kur është pyet nga Abu Bekri çka mendon për Omer ibn al-Khattabin për me qenë khalife i muslimanëve, për shkak se ata të grupet të devijuara e kanë fliq edhe historinë duke e devijuar se se e ka marrë dikush me zar Ali ibn Abi Talibit dhe me tradhtie me tjera, që nuk është e saktë. Duke qenë Ebu Bekri radhiyallahu anhu gjallë, para se me vdek, e ka propozuar Omer ibn al-Khattabin me qenë khalife, një prej 6-ve, dhe e ka pyet Ali ibn Abi Talib, çka mendon ti për Omer ibn al-Khattabin dhe të tjerë, edhe 5 të tjerë, cili prej tyre mendon që duhet më kon khalife? Përgjigja Ali ibn Abi Talib ka qenë Omer ibn al-Khattabi, duke qenë Ali radhiyallahu anhu gjallë. Dhe i ka thonë Ebu Bekri, pse mendon ti kështu? Ka thonë për shkak se ne nuk dim nga Omer ibn al-Khattabi veç se hajr dhe betohem në Allah. Thot Ali radhiyallahu anhu se Omeri është më i mirë kur është vetë se sa në atë që e dim na publikisht. Në atë që e dim na publik e dim që është shumë njëri mirë. Ama më mujt me pa kur është vetëm, ajo është shumë më i devotshëm dhe më i mirë se sa në atë që e shohim na publikisht prej sinqeritetit që e kishte. Pra besimtari do të më rujt për vete, nëse të lëvdon dikush me thonë Allah shpërblet, dhe se në këtë rast jetë më shoh, edhe për vete mos me lëvdua kërkon për muslimanëve në prezencën e tyre, por nëse ka cilësi të mira, ato bën mja përmend të muslimanët e tjerë në mënyrë që më ushtuar respekti dhe dashnia për një prej besimtarëve të cilëve Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë begati. Për çështjeve të tjera, ose pika e dytë që e çon njeriu me pëlqyje veten e vet, është kur i shfrytëzon begatit e Allahut subhanahu wa taala kurse e harron atë që ja ka qenë begatit. I shfrytëzon begatit e Allahut edhe nuk ja jep meritën atij që ja ka dhënë begatit, por ja jep meritën vetes. Nëse për shembull pomrit të ka mirë, thotë, unë shoh shumë mirë. Allah, po ti me këtë pomrit të më thon falënderim takon Allahut që më ka mësuar më po mirë, jo me alon vetes këtu. Ose nëse kam rrit diçka me një biznes, thotë, unë jam shumë i aftë. Harron me thonë se Allahu subhanahu wa taala mua më ka dhënë këto. Ose nëse ka kryer në shkollë, ose nëse ka mësuar diçka, ose nëse ka një të arritur diçka, ai këtë mirën që ka thënë Allahu subhanahu wa taala shfrytëzon. Ama harron me falendrua atë që ka dhënë të mirën, edhe të mirën e qëtë vetës vetë. Innema utituhu ala ilm. Karuni, shoki Firaunit, kur e kanë pyet, s'ka e ki boti gjithë këtë pasuri, ka thonë, unë jam biznesmen. Jo më Allah, se këto të ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Kofta e tjetë pasuri, kofta e të shkon një vëlla musliman, alhamdulillah që Allah subhanahu wa taala e ka dhënë shëndet mire, bën stërvitjeve, edhe thot fuqinë që ka unë. Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë. Mos harro me falendrua ato që të ka dhënë, se ti ke marrë disa sebepe me bë disa stërvitje, ke mrinë në nivel. Ai tjetër e ka mrinë në nivel shkollës, të ka mrinë këto, Allah ta ka mësuar. Ai tjetër e ka bukuri ose dituri ose çka do për begative. Thot Allah subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah."
s'ka begati që e keni veç se Allahu subhanahu wa taala ka dhënë. Ka keni mori ato begati? Ka i morët ato begati, veç se Allahu subhanahu wa taala ka dhënë. Nëse ke mrinë diçka në aspektin e diturisë, e ku ke marrë diturinë? Nëse ke mrinë diçka në aspektin fizik, ku ke marrë fuqinë, durt, kamp, kush t'i ka dhënë? Çka do që kemi ne femin Allah, kemi prej Allahu subhanahu wa taala. Atëherë kur nis me alon vetes, me shfrytzu këto të mira, edhe me alon vetes meritat, këtu hin pëlqimi i vetes. Këtu hin me të pëlqyer vetes, do të thonë unë pse shakon bon. Allah s'ke po ti, këto ti ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ti dush me falendërua Allahun. Nëse nuk e falenderon Allahun subhanahu wa taala, nis me të pëlqyer vetja. Kur nis me të pëlqyer vetja, pastaj zarari është i madh. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum." O njerëz, kujtoni të mirat që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë juve. Kujtoni. Hal min khaliqin ghayru Allahi yarzuqukum? A mos keni ndaj krijues tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala që ju furnizon? Ja. Allahu subhanahu wa taala të gjitha begatit dhe mirësitë që i kem, Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë dhe ne duhet me qenë mirënjohës për Allahu subhanahu wa taala, jo me lëvdrua veten tonë. Gjithashtu pika e tretë, e cila qenë me u bë me një madh, është ignoranca dhe mos njohja e vetes. Dhe jo që njeriu se njeh veten, po don me ushtir, me ushit sikur që nuk e njeh veten. Njeriu e din realitetin e vet, e din gjithsecili, por galere për çfarë i thën u mahnit me veten e vet. U mahnit me veten e vet nuk ka të thonë realitetin. Nuk ka të thonë realitetin dhe duke të kalu nivelin që e ka ky. Duke e të kalu nivelin që e ka ky, duke e ditë që ky nuk e ka këtë nivel. Se Firauni nuk e ka ditë që nuk është Zota. E ka ditë që nuk është Zot. Mirë po, të e pa se këtë njerëzit për nështruhen, këtë njerëzit pranojnë për Zot, o kale e në rabbukum o la'ala, po më ka thonë, jam Zot juve. Qa kiti që e Zot juve në përshka? Sa speshin e ka thonë që lumi nil për vje pika ona, ku lumi, qëfar realiteti është kjo? E këne pa ata që hypin në pushtet edhe bojnë dalavere sa bojnë, në fund për me morë ma do të tjetër dani para njerëzve, kemi bo këto, ato kemi me parët e popullit kanë mos, kanë bo me të vetat. Si ke pruti, e kemi shtru dhe, po ku ke morë parët i mu, si ke në tuat. Pe njerëzve ke morë, kretë shka paraqesin para popullit, kretë janë që i kanë morë pe popullit, edhe paraqitën të njerëzve si ku na i kena bo, po ju s'kini bo, mëso Nili, mos ka dalë për Firaunit, mos ka pru Nili Firaunit. Uji po vje për me, jo më zve uji për te hiq. Unë e këm bo këtë si ke bo ti hiq, se më nështë ke bo ti, o këndash me bo për pareve tua, që i ke pas të mledhën e për para. E me thonë njëzve, me armon njëzve parët, edhe me avshtru një rrugë, me thonë, unë i avshtrova rrugën. Po se ki shtru ti. E lem vras me përmenim, dhe kjo vlen për të gjitha. Njeri u kur e te kalon vetën e vetë, ose bat ignorant për cilësit reale të tina. Se cilësit reale të tina, për shemon këtë ras me bastan, unë e këmë menagju mirë, pare të juve, me të juve të mreqa, e ka një farë kuptimi. Ose me thonë, lumin e Nilit, unë e pak i këmë ba disa vija, nëse në i filterë s'ka pos, ujë së konë shumë i pasru, me thonë e këmë pasru, ama ujën e Nilit e këmë pro unë, e këmë bërë këmë të ujën e Nilit, pa ujën e Nilit e konë edhe pa konë të hiqë. Ta shkur, e njërën njëri realitetin dhe nuk ja jep hakun e rrit vetën e vetë ma shumë se aja që duhet, harron me kujtu e vetën e vetë, harron se kjo e din. Nëse Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, belil insanu ala nefsihi basira, njeri vetën e vetë e njef mirë, në realitetin e mrenshëm e njef gjithë se cili vetën sa është i ditur, gjithë se cili e din sa është trim, gjithë se cili e din sa është kret, gjithë se cilin cilësit vetën njeri e din, por se kur mashtrohet me pëlqimin ndaj vetë vetës, i qëtë gjanat ma shumë se sa që i meritojnë. Pastaj edhe nëse Allah subhanahu wa ta'ala ti ka dhënë disa të mira, njeri u do të me kujtua se na para një kohë, si me konë hiq, ose me konë të pa aft, kemi pas nevoj me na rrit dikush, edhe ka marrë një kohë, apet kemi bët pa aft, dhe me udërzu të Allah subhanahu wa ta'ala, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, alam nakhluqukum min ma'in muhin, a nuk ju këm kryua unë juve
si ne kanë hiç, i kom krijuar formën e krijimit, ç'dini. Më kujtuaj njëri ka ardhur pesi që lind deri tash, më kujtuaj pak ç'është kjo deri këtu. Edhe piktuit, ka ki me shkue, edhe më konë një farmasatare pa e tepruar në vlerësimin e vetës, as pa tepruar në vlerësimin e të tjerëve, as pa tepruar në pëlqimin e çështjeve të dunjos, përveç se në bazë të asaj që ka vlerësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por vetët e tona më na pëlqyje vetëm atëherë kur jemi në përputhje me atë që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për të tjerët kur don diçka më na pëlqyje, vetëm nëse atë që na e ka është që Allahu ka llogarit mirë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për çështjet të dunjos, edhe për gjitha, vetëm nëse janë përputhje me atë që e ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.